Përshëndetje të gjithëve, keni kërku E60 atë gjithë. Edhe ja ku do e bëjmë, e gjetëm një më në fund. Këta në fakt kom një 6-7 muaj që e kom a më shumë, për ka nejtë të parku me diku pak më largë, edhe e mora dje thash t'i bëj review. Kjo është e 2007-ës, facelift, 523 SI, benzin, është ngjyrë blu, nuk është se është full me opsione, s'ka paket më. Kjo është versioni facelift, kanë pas botë sa ndryshimet e dritat para, facelifti. Kështu pastaj soi është edhe këto diset standardi i ka, nuk i ka opsionale. Mrapa që kanë ndryshu stopat që i kanë bërë me këto shëritat LED të facelifti, që është më e bukur. Kjo është me 2 marmita, që është 6 pistonçe, 2.5 në fakt, si motor janë 6 pistonç. Normalisht, kjo nuk është me versionin M. Versioni M me paket më është më sportive, edhe në mrapa kolb, edhe në llaska. Këtyne zakonisht, jo vetëm këtyne, po qëllë që u bojnë të dritat që si më avull e prishen nga dielli. Ta shojmë edhe motorin tashi. Kjo edhe pse e ka 523 modelin, motorin e ka 2.5 në linjë 6 piston që më aspirim. 190 kuaj ka edhe 240 Nm/m. Jo naj wow, nuk është se ka naj fuqi shumë të madhe. Përgjithësi motorat Ford kanë qenë këto, kthejnë në 100% gaz. Më mirë ishte 528 ose 530 që janë me 3000 në linjë, pak më të fuqishëm ato. Edhe pse 6 pistonç, shumicën e motorit kjo e ka mrapa, është e balancuar si peshë, nuk e ka teturit para si puna Audit. Tani motori më i mirë për këto do ishte V10 më pesës, së 85, po atë se kemi mundësin për ta bo akoma. Po edhe këto s'kanë qenë keq. Kjo ka një ca kohë e parkume, është la, po prap kanë ngel ato. Tapicerit e ka bezh lëkure, sendilën e ka gjysëm elektrike, jo komplet elektrike, ka pas opsion që ka qenë komplet elektrike, ka pas opsion sendile më sport, ka pas edhe ato sendile komfort që janë me përthyrje. Kjo e ka pak si standarde, po me tapiceri lëkure. Direkt ndryshimi tjetër nga pre-facelifti është që pre-facelifti ka pas të butonat këtu, po kjo i ka më mirë këtu poshtë. Tashi timoni është standardi, më sporti e ka pas më të bukur, po kjo është volumin me kontrollu kompjuterin e bordit dhe gjonat. Kjo start stopi është masi e fut Chelsea, se kjo s'është me Let's Go. Ndryshim tjetër ka qenë edhe kjo e marshit, koka e marshit. Të dyja ZF6 marsh janë, po të pre-facelifti është që e luta më, kurse kjo është elektronike, vetëm me prek të këtu edhe pën e ka këtu lart. Kjo është ajo që kontrolloj drive-in, kompjuterin e bordit. Edhe te facelifti ka pas sa versione që kanë pas edhe ato butonat e tjerë këtu, kjo si ka ato. Frenat e dorës i ka tamam siç duhet. Prodhuesit e tjerë më herët kanë filluar që i kanë heq, BMW-ja i ka marrë pak më gjatë se tjerët. Kjo është që kontrollon klimën. Kjo është me 2 zona, standardet kanë qenë kështu me ca rrotulla modeli vjetër me i zonë. Tu ka këtë diset, kjo është edhe me DVD. Këtu do kishte sendile ngroje se ftoje, po kjo si ka asnjënë. Sensor të parkimit, kontrolli stabilitetit këtë DTC-ja. Kjo nuk është me bagjo, sendilet edhe këto standardet janë të këqija. Kjo është cup holder i këtej, ka edhe këtë tjetër të kravani. Si kabin nuk është e keqe, është e fokusuar te shoferi. Mrapa ka hapësirë kështu normalisht, po jo shumë hapësirë. I ka ca gomina para që duhet ndru, po shumë e që goxha rahatshme është. Timonin, si gjithmonë BMW-ja, paktën këtë periudhë e ka më të mirë nga të gjitha. Nuk krahasohet fare me asnjë makine. Ka shumë ndjesi, e pozicionon makinën perfekt në rrugë, ku dush. Më thonë qofse te Benzi, Audi, ke çik kështu hapësirë bosh e koti që e lëviz timonin dhe nuk ndodh asnjë gjë, të BMW-ja të përgjigjet direkt. Gjiro tima, po se di, jam mësu se kom pas edhe i 525 që naft, edhe atë facelift me 3000, ajo përgjishte më shumë, normal. I shkojnë, në fakt, kësaj makine i shko më 57, 525, 530, 535 që akoma më mirë, i shko shumë ai motor. Po kanë pas edhe V8-a,
545-shën në fillim para faceliftit, ajo ka qenë me 333 kuaj fuqi, po ka qenë pak si defektoze, ai motori 4x4. Nga s'është përdorë, ka përdorë edhe Land Rover atë Range Rover, po defektos si motor. 4x8-shit e 550 Qi ka qenë pak më i mirë, edhe më i fuqishëm, ja 367 kuaja, diçka tillë mos gaboj. Ato janë pak më të mirë dhe janë edhe më shtrenjtë. Kanë pas e 535 Qi, nuk kanë shit shumë si ato. Ajo ka qenë biturbo me N54. Po zgjidhja ime për shembull, zgjidhja ime personale, po të merrja, po të kisha në mend memori E60, do ishte 535 QD. Edhe 550 Qi më pëlqej, po harxho shumë, vetëm për ta vesh me impiant gaz janë të mira. 550 Qi, se 535 s'ka pas manuale, po 550 Qi ka pas edhe manuale, e ato janë goxha të ralla edhe të veçanta. Tashi, më e mira e kësaj serisë E60 është M5-a. Ajo është legjenda akoma, edhe në ditët e sotme, është me V10 i derivuar nga Formula 1. Tashi, nuk është tamam motor Formula 1, po ka qenë defektoze. Shumë defektoze. Edhe me kamion SMG, po edhe motori vetë, sidomos bronzinat i kanë pas problem shumë këto, po ato janë rritë në shpim goxha. M5-at kanë pas edhe ato, po vetëm për Amerikën version manual. Në Europë s'kanë bo fare, po vetëm për tregun Amerikan ka pas opsion manual. Jo se është ndaj super kamio e manualja, po është e veçantë, ato bën edhe më shtrenjtë akoma. E60 në përgjithësi s'kanë qenë keq. Problemin e kanë pas më shumë te problemet elektrike. Se si motora nuk i kanë pas keq. Edhe versionet e naftës edhe të benzinës. Po problemet elektrike, ato janë të merë pastaj. Ankesat edhe fjalët e këqija për aty në vinë më shumë. Po kështu pastaj është më e mirë sa 6 e kohës vetë edhe se e klasi. Për mendimin tim, se kjo me Evon ka konkuru. Mo sportive s'bëhet fjalë, nuk diskutohet që është mo sportive se Benzi. Shumë e mirë, shumë timon i mirë. Unë kisha kohë pa hyp, po e kuptoj se pse i kanë qef njerëz. Opsion që e kom qef të këto, janë këto sendilet, jo si ka kjo, pa ato që janë kështu comfort seats, ato që përthyen, ato i kanë pas për fiksim, kanë edhe të koka ato që përthyen, po jo shumë i kanë ato, qose do blesha E60, do kërkosha që ta kishte ato opsionin makina. Tashi, sa në lova për të bua dhe videon POV, edhe pak para se mund një sabon e gati mnezi qeku, në filloj të lëviz gjirot smerë të gaz. Normalisht, unë nuk është era parë që kam BMW, kështu që nuk dal nga shtëpia pa OBD2-shin. Gjithë ato që kanë BMW, kanë kohë që kanë BMW, besoj më kuptojnë. Nuk ke ku shko. Kur bosh pronar BMW, është paketa, jo, duhet fillosh të bosh dhe elektroaut. Kështu që ta shohim çka ka herë, t'ja fikim pemën e Krishtlindjeve, edhe ta provojmë mos bëjmë prap. Çudi, e ka këtë kapakun ku hapet OBD2-shi, se zakonisht nga që hapet shumë shpesh nuk e kanë fare, e kanë të këput si kapak, se është gati direkt për të futur OBD2-shin. Unë edhe para se me nis review-un, ja fshiva këto qa kishte qekun e motorit, thash ja kanë nesë se kanë të parku me gjatë, i ka ra bateria. Edhe unë që i kom qef BMW që them janë të mira. Po të mira, pse ka ndodhur kjo me këtë, nuk do të thonë që s'duhet blini BMW, se prap BMW-ja shumë e mirë është. Kjo kam nxjerr misfire të cilindri i parë dhe i pestë, pastaj prap kod për misfire të gjithë cilindrat, edhe error kondicioneri, këto tjerat s'kan nxjerr gjë. Po kandelat që kena ndru, sa janë ndru, s'ka het s'fare, që se morë vesh, po ja fshi herë edhe të marrim video në paktën. Tashi ato, ja fshiva unë ato error kodet, ta morim për i gjiro, po për kjo prapë së është të punu mirë, inshallah më qëtë deri në shtëpi. E nezi prapë qeku. E nezi qeku. Smerë gazin e ka kalu si në limp mod.
gazin deri në fund. Sec fare, e leze fik qekun. Nëse të paktën kjo është i eksperiencë që transparente fare se si mund të shkoje jeta kur ke BMW. Edhe u bë dyshis të bë punë shumë herë. Sepse ja fshive e hapi direkt të shishpari ishte mirë. Edhe dje me gjithë qek, po hejtë se ta mëmë. Nëse se rasti kësaj, kjo s'ka shumë kilometra, në fakt 114.000 milje, po për qenë nuk janë makina të këshia. Qose s'tjapin probleme, kur janë duke punu tamam si që duhet, janë shumë makina të mira. Këtë makinë edhe për mosha pak më të reja, nuk është e keqe. Seria 5 konkuron me 6 dhe i klasin, e nuk janë fort për mosha të reja, janë si mid luxury. Kjo është modeli vjetër, kështu që tash i kanë rënë çmime, gjene me 2-3 euro tash. Për përdorim përditshëm i ke gjitha, edhe komfort është edhe shpejt, po më shumë do isha fokusu të tot naftës 530 që 535. Kurse këto faceliftet janë pak më shtrenjtë, variojnë të 5, 6, 7, kanë sjell nga Amerika 528 që shumë, edhe ato të mira janë. 550 që janë akoma më shtrenjtë, janë mbi 10.000 euro, me qa kom pa. Më pesat, sa të menoje pronari që e ka dikush 30, dikush 20, dikush 25, nuk është se kanë çmime kështu fikse fare. Tani për të bodhe mbylljen e kësaj seris PSA 610 523-shës, ku erdha këtu e fiku qeku, në fakt që ashtu dalë me i bojt gjiro tjetër tamam, po sa u bona galti prapë nezi, kështu që e lash më mirë të parkume, thash mos më leje në rrugë. Arsyeja pse se kam bërë përpara kjo ka qenë se e di që nuk është tamam në formë, edhe pse janë harxhuar ca lek për te, prapë s'është siç duhet. Si makina e 610 seria 5 janë të mira, unë i kam qef, pëlqejnë. Duhet me e pa dhe me zgjedh një që ka qenë e mbajt me janë bërë shërbimet, këto vujnë shumë nga ana elektronike. S'ka rëndësi, e po të ketë kilometra shumë, kjo s'ka shumë e ka 100 probleme. Se ne e kena qef, të ne vinë gjitha me tulmet, po është a ideja se gjitha me 180.000 janë shite, po të shofë 180.000 gjithë, qatë dhe makinë, 180.000. Po nuk duhet me pas frik nga makinat që kanë shumë kilometra. Se përderisa ka arrit aq kilometra janë bërë shërbimet, çka ka pas për të prish është ndrusës, do kishte hec për t'i bë. Kam cëllën unë me 50.000 milje, e dini ju sa si ka shku, si po shko. Kundrejt W211 të se klasit edhe Audi A6 kjo është më sportivja sa ato. Te duhet me pranu, edhe më e mirë është edhe për nejtë që janë kthesa. W211 mund tjetë pak më rehatshme, A6 mund tjetë nga që është 4 pak më e mirë në borë ose në shi. Po më e shpejta kjo është, seria 5. Më e mira për performancë, ta çdo problemi t'i ka çik pak më shumë se konkurrentët, punë elektronike, se motorat si ka keq. Po me gjithë ditë majtme, 535 që da, 550 që i është shumë e mirë. Më pesa ku ta gjesh, po ajo do, kur je probleme kjo llogarit ajo smart fare. Kisha ko pa hec me seria 5 edhe mu rikthy pak ajo ndjesia që kanë, timonin e kanë shumë mirë, shumë direkt, shumë mirë. Kjo pak nga dalë për preferencët e mia, po makina të mira janë. Thoni ju që eksperienca është keni pas me E610-at, edhe më thoni cilën do kishit zgjedh ju nga E610, W211 apo A6, cilën nga këto do kishit marrë, edhe pse. Ju uroj gjithë mirat, bëni subscribe edhe shtypni atë zilën aty, se do vinë shumë, ca makina shumë të mira, do vinë së shpejti. Ju uroj gjithë mirat edhe mirupafshim.